Me tupana, harmoni dhe gëzim çelen iftarët në kuzhinën popullore Vita Abi në Gostivar. Por brenda këtij këndi që për shumë njerëz është bërë stres shprehse, qëndron një njeri që ka zgjedhur të bëjë humanitetin në heshtje. Ai nuk është i ekspozuar, nuk del shpesh në fotografi dhe nuk flet për atë që bën, por çdo natë, larg syve të publikut, siguron iftar për rreth 100 persona, 100 arsye pse shprehsa në këtë qytet vazhdon të jetojë. Figura e tij është bërë sinonim i mirësisë së pastër. Motoja që udhëheq në jetë është e thjeshtë por e fuqishme. Askush nuk duhet të mbetet i urritur. Ndaj kur shumica pushojnë, ai vazhdon të punojë sërish në heshtje. Pronari i restorantit tashmë nuk e konsideron kuzhinën pronë personale. Ai thotë se ajo ju përket njerëzve. Aty është ryeza që bashkon çdo njeri, pa dallim feje apo kombi, dhe gjithë kjo fal zemrës bujare të tij dhe donatorëve të tjerë që nuk lejojnë të shuhet tradita e solidaritetit në qytet. Unë erë e poplit e uri Ramazanin, Zoti ka vulla gjinimin këtëve, edhe kena që ndimën për jashtë, nuk jom vetë, për ere kom thënë këtë fjallën, ka donatora për jashtë, gurbeqarë, shopë, familja jonë. Unë falemdyre ative erë në parë, për mrapa mu. Edhe falemdyre që i bëjmë ata, Zoti ka dhanë pjesë me këtë kuzhinën. Kuzhina është për poplin. Unë falemdyre për edhe juve që kina ardheri këto. Selam, gurbeqarëve, donatorëve. Personat me nevoja të veçanta, jetimët dhe të gjitha ata që në një formë apo tjetër janë të sprovuar nga jeta, janë mysafirët e tij më të respektuar. Natë më parë, në iftar ishin edhe personat e prekur nga skleroza multiple. Kryetari i shoqatës së tyre Burim Dalipi e falenderoi Vita Abin, jo vetëm për këtë iftar, por edhe për mbështetjen e vazhdueshme në takimet e tyre të rregullta. Iftarin e organizon shoqata skleroza multiple për medikamente, por e paguan pronari restoran Vita Abi. Kemi disa shoqata, disa komunitete ku shime çdo muaj bashkohemi timkate. Edhe ashtu nga shkon punë. Në çdo vakt të shpërndar nga Vita Abi ka më shumë se ushqim. Ka respekt, dashuri dhe kujtes njerëzor. Ai ka kuptuar thelbin e humanizmit, të japësh pa pritur asgjë në këmbim dhe të bësh mirë edhe kur askush nuk di për këtë. Gostivari është krenar për shumë figura, por pak janë ata që mbajnë mbi supe barrën e dhimbjes së të tjerëve me kaq për ulësi si pronari i Vita Abit. Dhe ndoshta pikërisht sepse vepron në heshtje, vepra e tij flet më shumë se çdo fjalë.